Rreshjet e këtij dimri e kanë përkeqësuar ndjeshëm rrugën e Myselimit që lidh këtë fshat me fshatrat e tjerë të njësisë administrative Postrib. Mbushjet e gropave me çakull që u kryen në vjesht tashmë janë shpërbërë dhe ato janë kthyer në gjendjen e mëparshme. Drejtuesit e mjeteve theksojnë se po u shkaktohen dëme të konsiderueshme automjeteve, ndërsa kujtojnë se pushteti vendor nuk duhet të harrojë se kjo rrugë nuk I shërben vetëm një fshati, por disa fshatrave të zonës. Ajo përbën gjithashtu një urë lidhëse nga Bardhajt e deri tek ura e Mesit dhe Anasjelltas. Kjo rrugë koment mëshirë të Zotit, sipas me pas njëri domethënë që e komandon këtë vend. Ashtë tash sa vjet la me makina, fëmija me shku në shkollë, njëni e tjetri, që me thanë, atë tërë. Neglizhenca edhe komunës, neglizhenca edhe bashkis, e kanë lanë mazdoret. Kja ka 20 sa vjet që a bo kja rrugë edhe s'ka vu kush dorë mënte. Ashtë bo rruga në në boks drago shkullë, a bo shkëllqyshëm, këtë e kanë lanë mazdoret. Një ku që janë 3 fshatra, janë Bardhaj, Mes, Myselim, Drisht. Kjo rrugë nuk ashtë puna se frekuentohet vetëm prej katunit, edhe prej qytetit. Vinë njës me biciklet, hot sjallën këtej. Me e pas e bajnë këtë gjiro. Ma në rezervari I shtotrit. Ashtë unos e lezetshme e bukur. Për me frekuentu kushdo. Ma në përbanorët e I vendit është skandal. Kja rruga është bërë si ma përfaqe zë s'ka ka me shua, gëptan. Këtu nuk jena në Shkodër, për jena si në Kandahar. Qa me thënë më tepër? Pse kështu? Nuk e di tash. Nuk e di. Tash ja ka fajnë pushteti lokal, a pushteti qendror nuk e di. Po, sigurisht pushteti lokal ka shumë kohë që nuk ka zhvu dorë në këtë rrugë. Problemi kena se shitan grupa ton asfalti është dëmtu shumë krejt, më thonë kuplimin e fjallës. Bezor po kaloj edhe me motora, jo me makina. Këtë probleme kena jashtëzakonisht se s'kena ku me hill gomën e makinës, as motorit, as e sen. Ju pjeshe një vetë, cop. I kja është problemi. Kjo rrugë është asfaltuar rreth 20 vite më parë nga ura e Mesit deri në fshatin e Myselimit dhe më vonë deri në Bardhaj të njësisë administrative rrethina. Përveç mirë banorëve të kësaj zone, ajo shërben edhe për vizitat turistike që kryhen gjatë gjithë vitit, por veçanërisht gjatë verës drejt kodrave piktoreske dhe rezervuarit të Shtodrit. Është një rrugë që lidh një hapësirë të gjerë turistike, ndaj për këtë arsye meriton të mirëmbahet rregullisht për të mos degraduar në këtë gjendje.